Ja. Le të lëvizim vendin dhe të bëhemi gati për të nisur. Në rregull. Në rregull, Nami. Çfarë po ndodh, Azop? Po mendoja për një gjë. Ai eliminua të gjithë marinarët e ishullit. Po çfarë thua? Kur u nisën për fluturim për të ardhur këtu, dëgjua mende shumë zëra pas nesh. Më duket e çuditshme që nuk po na ndjekin më. Skuadra e tretë e përforcimit lajmëron bazën. A më dëgjoni? Këtu baza, çfarë po ndodh atje? Nuk po shkojnë dot tek zona 42. Për çfarë arsye? Sepse po na sulmojnë insekte të tmerrshme. Insekte. Shpejt, do të pasin. Zjarr! Nuk do t'ju lejoj që të ndaloni nisjen e Azopunit. Një burr nuk duhet të qaj kur përshëndet një mik të dashur. Azopun, pas fat në betej. Nëse armiku ka pasur ndonjë pengesë, për ne mund të jetë vetëm një avantazh. Le të nisemi sa jemi në kohë. Ha pra Nami, të takon ty të zgjedhësh kursin. Patjetër. Mirë. Këtu toga e katërt, për shkak të këtij rebeshi që e lagu barutin e pushkëve, tani si përdorim dot armët. Rebesh, po ku po bie shi more? Sot në për të gjithë arqipelagun Sabaoti është një diell që shkëlqen i gjithi. Ju lutem mos lëshoni Rufe. Nuk duhet të rrezikojmë të qellojmë qytetarët e pafajshëm. Në rregull, pa Voska Kaman nuk na lejon që të shikojmë. Nuk ka rëndësi. Përpasoj era ishte e përsosur. Na solli tek arqipelagu Sabahodi për pak minuta. Jam i lumtur që mund ta ndihmoj Namin. Është vajzë vërtet e mirë. Paç fat Nami. Utërja do të jetë shumë e heshtur pa ty. Çfarë po ndodh kështu?